Shikues të dashur, u rikthyem përsëri në studio dhe tani është koha që të bisedojmë për tetorin roz. Jemi në javën e fundit të muajit tetor dhe ky tetor roz apo muaji i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit po përmbyllet me një tryezë të rrumbullakët, e cila është quajtur nga strategjia në veprim. Ne tani detajet do të diskutojmë bashkë me Violeta Pirara, e cila vjen nga shoqata Renesansa, ku do diskutojmë së pari për vitet në vazhdim, punën që kanë bërë, për tryezën po ashtu e diskutimet, gjitha detajet që janë ndarë për një aplikacion i ri për të cilin tash edhe unë e kuptova, e shumë detaje dhe sa i përket ndërgjegjësimit të masës rreth kancerit të gjirit. Mirëmëngjesit, mirë se na keni. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që ju kemi këto. Na tregoni çush është muaji tetor për juve, për Renesansën, çush shkoi? Renesansa ka qenë shumë e ngarkuar për muajin tetor. Drejtën me thënë as që kemi paramendu një angazhim aq të madh, sepse përveç që kemi pas angazhim në Kosovë, kemi pas edhe angazhime ndërkombëtare jashtë Kosovës, sepse Renesansa me punën e saj të përkushtueshme është pranuar nga shumë organizata ndërkombëtare botërore dhe tani jemi të ndërkombëtarizuar në këtë çështjen e kancerit të gjirit për Kosovën, prandaj në botë Kosovën e njohin për kancerin e gjirit nëpërmes të Renesansës. Dhe neve mundemi me tregu se kemi prej Think Pink Europe jemi antar, prej Cancer Patients Europe, prej World Patients Alliance, prej ABC Global Alliance, prej Reach to Recovery International, Know Your Lemons Foundation, që jemi partner barabart, jemi edhe në kuadër të projektit Oasis, në bordin 5 vjeçar, që do të bëhat hulumtimet në Evropë, dhe po ashtu të premten, unë kam diplomuar në një shkollë të Evropës EUPATI, që faktikisht tash jam e licencuar si trajnere ekspert për pacient. Sa mirë, ju përgëzoj. Edhe kjo është një sukses i madh, sepse këtë shkollë EUPATI ka shumë pak që kry në shtete, kemi qenë më tepër se 101 shtete nga tër Kosova. E çka i bën tash që ju bëni për pacientët? Pacientët i trajnojmë për me lexu shumë gjëra, për me ditë, për me analizu, edhe me bashkëpunu me mjekun. Sepse në të gjitha organizatat ndërkombëtare që jemi neve antare, tani të plot, me të drejtë të votës, jemi të kvalifikuar që pacientët të jenë në qendër të çdo diskutimi, të çdo vendimi. Prandaj edhe tryezën e rrumbullakët e kemi organizuar sot, që fillon në ora 10, mund të marrin pjesë të gjithë, kush është interesuar, se pacienti, shoqatat e pacientëve, avokuese, institucionet shtetërore dhe institucionet mjekësore duhet të bashkëpunojnë patjetër për qëllime të mira të shëndetësisë. Neve po ashtu në shtator e kemi publikuar një analizë që kemi mbledh prej pacientëve dhe kjo ka qenë një projekt në mes të Shqipërisë, Maqedonisë edhe Kosovës dhe janë bërë analizat mbi 400 pacientëve dhe ato kanë treguar rastet reale të shëndetësisë në të 3 vendet. Prandaj neve jemi shumë të kënaqur me këtë punë që jemi tu e bë, por nuk na ndalin edhe dalja jashtë kufive të Kosovës. Kjo është një gjë e madhe, sepse organizatat ndërkombëtare neve na përgatisin për çështje të rëndësishme të pacientëve. Prandaj, pacientët duhet të jenë të gëzuar se e kemi neve tash një shoqat që është eksperte për këto lami dhe do t'i ndihmojmë në mënyrë më të mirë duke marrë këshillat nga ndërkombëtarët.
Kjo tryez, do thotë ju i keni ftuar dhe institucionet publike, apo jo? A e kanë konfirmu pjesëmarrjen? Dhe është e rëndësishme pjesëmarrja e tyre? Shumë është e rëndësishme. Për shkak se nga titulli po tregon nga strategjia, do thotë janë kriju strategjit, po tash duhet të veprohet, do të kalojë gjithçka. Nga strategjia në veprim, nga fjala në jetë, së bashku për një Kosovë pa frikë nga kanceri i gjirit. Këtu pa dallim duhen të gjithë të marrin pjesë, sepse është një çështje shumë e rëndësishme për të gjithë, jo vetëm për pacienta. Qëllimi është qëllimi i planit të zbatimit dhe tani 2025 mbyllet në botë me dekadën prej 2015 deri në 2025, po tash vazhdon prej 2025 deri në 2035. Por neve kemi bërë një plan 2025 deri në 2030, cilat janë hapat të cilat duhet të zbatojmë. Dhe cilat janë ato sipas jush? Sipas nesh është mas pari një databazë e cila tregon sakt sa është numri i pacientëve, sepse pacientët tanë përveç që janë në listën e klinikës onkologjisë, ka shumë pacientë dhe që nuk janë jashtë duke u trajtuar dhe nuk kanë asnjë informacion. Pastaj duhet në fushat prioritare, si është aktiviteti në 5 fushat prioritare, parandalimi dhe vetëdijsimi publik, screeningu dhe zbulimi i hershëm, diagnostifikimi dhe trajtimi, mbështetja psikosociale dhe regjistri kombëtar me kërkime shkencore. Monitorimi dhe raportimi duhet të bëhet në grupet rajonale, që auditimi duhet të kryet nga Ministria e Shëndetësisë me publikimet dhe rezultatet për donatorët. Financimi dhe zbatimi duhet të përfshihet në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë, në donatorët dhe organizatat ndërkombëtare. Kalendari i zbatimit është fillimi i programeve pilot, formimi i komitetit dhe trajnimeve bazë në vitin 2025, veç ka është fundi. 2026 zbatimi i plot i screeningu dhe krijimi i regjistrit kombëtar. 2027 forcimi i infrastrukturës diagnostike dhe psikologjike. 2028 integrimi i banave inovative dhe fusha digitale kombëtare, 2029 auditim dhe zgjerim në zonat rurale dhe 2030 raportimi kombëtar i rezultateve dhe publikim ndërkombëtar i suksesit të Kosovës. A mendoni se do të realizohen këto ndër vitet që ju e keni parapat deri në vitin 2030? Ne duhet patjetër t'i realizojmë këto, sepse kjo është në dobinë e Kosovës dhe të gjithë banorëve të Kosovës dhe vetëm së bashku me institucionet shtetërore, me bashkëpunim të ngusht institucionet shtetërore, si që është Ministria e Shëndetësisë, me shoqatat avokuese të pacientëve, me mjekët, këto mund të reagojnë. Deri më tani çush janë kushtet, çush shihni jo, dhe çush është ndihma kur vjen puna tek pacientët. E kam fjalën për ato që i kanë ndoshta mjetë diagnostikuese, pastaj kur vjen puna te banat, meqense ju e theksuat që ka edhe për atyre pacientëve që janë duke u shëruar dhe jashtë vendit. Pse ndodh kjo? Pacientët duhet të jenë të edukuar, të them, jo të edukuar në atë drejtim, por të njihen. Po, ta din për smundjen, do të thotë edhe... Këtë vit është bë një sensibilizim shumë i mirë në Kosovë, duke filluar nga të gjitha moshat, kjo është për çdo lavdat, por edhe sensibilizimi në botë për Kosovën, sepse Kosovën tash e njohin nëpërmes të renesansës. Edhe të gjitha instruksionet që bazohemi në organizatën ndërkombëtare, renesansa bazohet në këto, për shembull Cancer Patients Europe, që i nxjerr të gjitha këto statistikat, pastaj është edhe ESMO, është Advanced Breast Cancer Global për kancerin e gjirit metastazik. Këto janë gjëra të cilat duhet të përcillen nga ana e ekspertëve tanë, në mënyrë që të shkojmë në hap me botën. Po, shifrat në botë dhe në Kosovë që shtregoj?
Po tash shifrat në Kosovë, neve kemi bën një farë hulumtimi në shtator, në 3 shtete kanë marrë pjesë më tepër se 400 pacient, sepse shumë është e çmuar analiza edhe këto statistikat që miren nga pacientët, sepse janë direkte, këto quhen edhe statistikat PROM, ka edhe statistika PREM, por PROM është që mire direkt prej pacientëve, PREM prej mjekëve. Ato nuk janë aq të çmuara sa. Kështu që neve kemi bërë një farë Balkan Forum Breast Cancer Care, edhe kemi dalë me rezultatet për të gjitha shtetet se si është. Unë kisha dasht... Po, në që se mund është statistikat, është do t'i shohem. Për shembull, në Kosovë, statistikat që diagnostifikohen është mbi 50 vjetë, statistikat në Shqipëri është 47 vjetë e gjys, në Maqedoni është 51.8 vjetë. Dhe më thonë, Kosova është prafërsisht 50 vjeqar, Shqipnia është 47 dhe Maqedonia është mbi 51. Pastaj kemi shkoj krejt bashkë. Kosova ka, që kemi marrë prej pacientëve, 15.6% janë në stadiumin e parë të kancerit të gjirit. E zanë ma herë, do të thaj. 48.9% janë në stadiumin e dytë, 26.7% është në stadiumin e tretë, 4.4% është në stadin e katërt, metastazik, edhe disa nuk kanë ditë përgjegjen. Kjo në bazë të këtyre statistikave do të thotë është rritë ndërgjegjësimi i njerëzve? Është rritë. E shohin edhe më herët shenjat? Po, edhe është rritë sepse punohet vazhdimisht, por edhe edukimi i pacientëve nuk ngec. Shoqata ndihmojnë për edukimin e pacientëve në lidhje me smundjen e tyre, në lidhje me diagnostifikimin e hershëm, sepse diagnostifikimi i hershëm fillon me vetë kontroll, nuk fillon prej mamografisë. Po. Edhe fillim, në fakt edhe ato vajzat më të reja, së pare fillimisht bëjnë një eho të gjirit, pastaj në qoftë se dyshohet mund të bëhet mamografia. Kurse pas moshës 14 vjeçare, udhëzohet edhe këshillohet që të bëhet mamografia. Me vetë kontrol janë zbuluar ma pak se 60% vetë që kanë zbulu, me anë të mjekut 20 ditë qka %, edhe rastësisht 20%. Më thonë me programet tyne. Për shembull, kemi nxjerrë edhe statistikat sa pritet në Kosovë për mamografi. A ka shumë? 2% deri në 2 muaj, një javë pritet deri në 50%, një deri në 2 javë pritet 20%, kështu me radhë. Më thonë, nuk pritet shumë. Nuk është gjendja e që keqe, do të mund të marrim shërbim. Për ultrazë mos shkojmë, se nuk është. Dhe këto gjitha dënat janë nxjerrë nga pacientët, apo nga bisedat, anketat, pyetje që keni pas bashkë me pacientët? Kanë qenë anketat anonime, të cilët janë përgjegjë në mënyrë shumë të mirë. Me vedëshi? Po. Për shembull, sa ti krymë edhe këto? Po. Ne kemi pas mbi 60 pyetje, por unë i kam marrë disa. Për shembull, multidisciplinar tim është diskutu. Në Kosovë kanë tregu se 30% ekziston. Çfarë kanë marrë trajtim? Çka është ekipi multidisciplinar? Multidisciplinar është ekip që pas diagnostifikimit mblidhet, është patologu, është kirurgu torakal, është psikologu, është radiologu, është onkologu, të gjithë këta me këto specifikat e tyre mblidhen dhe japin mendimin për terapin e ardhshme. Kjo njëherë të ne nuk po zbatohet,
por duhet pa tjetër, sepse në të gjitha vendet blidhen edhe japin... Njërë që me majtë mendimin e se cilit profesionist edhe me japin ndoshta më të mirën e mundshme, terapin më të mirë për pacientin në këtë rast. Për shembull, çfarë është bë në trajtimet e pacientëve në Kosovë, 70 e diçka %, do të thonë 75% është bë operacioni, kemoterapia po njashtu, bashkë me operacionin kanë shku paralel, pastaj radioterapia 60%, hormonterapia është 42%, imunoterapia është 20%, rikonstruktimin e gjirit kanë bë 18%, edhe të tjerat nuk ekzistojnë. Edhe tash kanë fillu edhe në Kosovë të marrin imunoterapia. Po. Dhe në bazë të preferencave pastaj atë që ka këshillon doktori onkologu në këtë rast, ato vazhdojnë. Ka qenë edhe një pyetje shumë interesante, se çka ka qenë bariera kryesore për familjen, për pacientin faktikisht. Po në këtë rast edhe familjen, sepse krejt familja preokupohet dhe të të smundje. Problemi kryesor ka qenë financiar, pastaj udhëtimi, edhe këto procedurat birokratike, ka qenë edhe problemi i aparaturave, problemi i ilaçeve, edhe të cilët që kanë paguar nga vetë gjepi. Të do thotë, ana financiare kosto e këtyre barnave dhe trajtimit kushton. Pavarësisht edhe në qoftë se merren këto edhe në qendrën klinike, barna dhe pjesa tjetër për imunitet. Shumë të rasteve ka ilaçe, por në rastet të mungesës, sepse ndodh, është fluksi i madh i pacientëve, mund të ndodhë që mos të ketë ilaçe në atë moment kur i nevojitet pacientit, ai është i detyruar të blejë. Po, atëherë unë dua të ndalim pak edhe te kjo, te fletushka apo udhëzuese, që tregon edhe për aplikacionin Know Your Lemons, pra në mënyrë që të na vëdësoj se ç'është duhet të bëhet vetë kontrolle apo jo vetë kontrolle dhe pastaj deri te mamografia në bazë të hapave, hap pas hapi se ç'është shkohet deri atë. Dhe kemi këtë edhe me demonstru në qoftë edhe duam mënyrë që ta dim pastaj. Neve jemi shumë të gëzuar që Know Your Lemons fondacioni prej Amerikës na ka pranuar si partner barabart që të veprojmë në Kosovë dhe ta kanë bërë diçka jashtëzakonshme për të zbuluar kancerin në mënyrë sa më të hershëm, edhe kanë prodhuar disa limon, që brenda në limon është një gjandër. Cila gjandër tregon se është kancer. Dhe ç'është duhet ta vrejmë? Po ashtu ata kanë analizuar dhe kanë bërë se shenjat e kancerit gjirit janë 12. Në bazë të këtyre shenjave, çdo person mundet me zbulu kancerin e vet, me vetë kontroll, dhe po ashtu është edhe aplikacioni të cilën munden me përdor personat të cilët nuk janë diagnostifikuar, me marrë aplikacionin edhe me i fut të gjitha të dhanunat, edhe analizat që bëjnë edhe kontrollat me i fut aty, dhe sipas analizave, rezultateve, aplikacioni do të drejtoj personin në fjalë në kontrollat më teshme. Edhe mora aplikacionin do të shumë e lehtë me shkarku dhe është pa pagesë. Do të munden me shkarku, unë për momentin e kam këtu, kështu që është një aplikacion i thjeshtë ku pastaj hyn, po besoj se unë vetë sa e shkarkova aplikacionin, deri sa të hapet pastaj e pjesa tjetër, besoj i tregon dhënat e tua ma mërmendja dhe mundet me ndjek edhe në pjesën tjetër. Është në gjuhën angleze ende, nuk e kemi përkthy, por presim që të përkthejmë, duhet të cekim se në çdo 14 sekonda në botë diagnostifikohet një grua me kancer. Por neve kemi edhe një gjë shumë të rëndësishëm në këtë drejtim me Know Your Lemons. Jemi duke edukuar personat dhe certifikojmë në mënyrë që ata personat të cilët certifikohen të bëjnë edukimin e komunitetit të tyre për zbulim.
Në mënyrë që të rritët kjo informacion të meni mas pak më të madhe dhe të zbulojmë edhe më herët. Sepse kemi rastet të ndryshme në vendet rurale. Po, që ndështë të kanë ma fështirë. Atër, ndalim edhe njerë të këturiza e diskutimit, me që se thamë që është e hapur për gjithë, ku do të mbahet sot në orën 10, por vendin nuk e të buat? Po, do të mbahet në Hotel Sirius, në ora 10, dhe presim që të në bashkangjiten të gjithë të interesuarit, por të gjithë edhe që duhet të kontribojnë në këtë drejtim, sepse është një çështje shumë e rëndësishme për kancerin e gjirit në Kosovë, që do të delegohet edhe në botë. Po, Zorin, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për gjitha informatat, ju uroj një punë të mbarë, po ashtu edhe një diskutim të mbarë sot, mënyrë që të arrijem edhe këto sukseset të shojmë pastaj edhe vitet e ardhshme. Çdo herë është kënaqësi me bisedu edhe me trajtu një temë tillë në mënyrë që ta ngrisën vedijen edhe përmes këtyre intervistave. Faleminderit shumë për ftesë, unë jam gjithnjë e gatshme që të jem e hapur me tërë mediat dhe publikun, por mediat e kanë një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Faleminderit shumë edhe një herë, kënaqësi.